Qa pyet sikur ti që gjyqtari Edi Rama, qa vendimi do t'jepi? Vendimin mbështetur mbi prova dhe fakte. Por perceptimi sot publik, dhe unë nuk jam jashtë perceptimi publik, është njeriu më i korruptuar sot në Shqipëri. Ke prova? Unë them perceptimi. Gjyqtari nuk... Thashun, unë kam ardhë si politikan. Okej, po tani unë po ta bëj çik këto, Edi Ramën e ke ti e gjyqtar sot. Unë ti ishi sigurt, po ti isha gjyqtar, pavarësisht atakimit që më ka bërë, nuk do isha personal, por ama... Do hiqe dorë nga çështja? Në rast se edhe mund të hiqja dorë për shkak të atakimit, por ky njeri duhet... Kjo është gabim, ti më mirë t'jepi pafajësi. Ky njeri duhet t'japë llogari për gjithë dëmet që i ka sjell ti kombi. Ç'a i ka sjell? Ç'a dëmë se ky ka e para futi mentalitetin e shkatrimit të shtetit. Dhe sot shteti drejtohet vetëm nga një person, nuk punon me institucione. Dhe kjo është dëmi më i madh që i ka shkaktuar. E dyta është eksodi masiv dhe çpopullimi i policisë që është plaga më e madhe që sot i ka. Si do të ndalë Partia Demokratike? Se kam kuptuar në se ikin njerëz, do ta them edhe këtë. E treta është njeriu që sot është pas çdo tendri, pas çdo vendimmarrje, pas çdo partneritet publik-privat. E imagjinoni, janë bërë ligje për persona të caktuar, nuk ka ndodhur kurrë, vetëm në kohën e qeverisë së Edi Ramës. Dhe unë jam besim plot që Partia Demokratike me ardhin pushtet duhet të ndërtoj bordin e transparencës dhe eficiencës si në Shtetet Bashkuara të Amerikës, të fusë në sit çdo vendimmarrje e cila ka dhënë kosë. Me shqiptarët do ta bëni këtë? Me shqiptarët pse jo? Tani ti themi ca gjëra që si janë, Jo, me shqiptarët po ka dhe shqiptar shumë të ndershëm, shumë të përkushtuar, njerëz të cilët duan patjetër që të jetojnë në Shqipëri, dhe duan që të ardhurat publike të shkojnë në destinacionet të cilët janë sot në investime. A është normale që sot në qarkun e Lezhës dhe në gjithë Shqipërinë diskuton në 2025-ën drita, ujë, rrugë. Dhe nga viti 2013, kur Partia Demokratike ka lënë pushtetin, dhe deri më sot më thuj investimet të qëndësishme që sot ka Shqipëri. Më thuj një investim të huaj që nga viti 2013 e deri më sot ka ardhur në Shqipëri, përveç investimeve të TAP-it, të investimeve të hidropower, të PD-s dhe Shell-it, që edhe ai u largu sepse u propagandu me të madhe. Dështoj me sukses. Dështoj me sukses. Më thoni... Foto tjetër? Më thoni sot një investim të huaj që ka ardhur në Shqipëri që mund të jetë të them të drejtën. Po. Çfarë mendimi ke për qeverinë Rama? Se Ramën e dënove me mi bazë në provë. Është qeveria më korruptuar që ka pas ndonjëherë shteti shqiptar që nga momenti i krijimit deri më sot. Jo, unë nuk kisha në dyshim që kandidati për deputet... Jo, edhe si njeri. Shko pyet edhe socialistë të ndershëm, sot, në rast se nuk të japin këtë lloj përkufizimi, unë jap dorëheqje nga politika. Po ta them troç. Dhe perceptimi është prej ashto 2-3 veta të cilët janë figura të reja, por pjesa tjetër janë, të them të drejtën, është dhe një pjesë për tyre unë kam pas edhe mundësinë të bëj, merr persona të cilët janë afër kryeministrit. Ke pasur në një gjyq, Kam pasur edhe me këta. Si gjyqtar me kë? Me se ditë, se më kanë tani. Me kë? Jo, me kë nga ministrat? Kam patur, të them të drejtën, por çështje të karakterit të shpifjes. Të shpifjes. Foto tjetër? E kam shumë për zëmër këtë dokument, unë ju dërgova këtë. Po, në vitin 1924, qeveria dhe Fanoli, me iniciativën e tij, po me propozim të Federatës Vatra, shëngjinit i vuri emrin Wilson. Tani, çik çmenduri është, po mbas 101 vitësh, Gjin Gjoni, deputeti, nëse zgjidheni në parlament, mund ta ndërmeni të nisim që ky vendim qeverie të zbatohet, jo të merret vendim, po të zbatohet vendimi i qeverisë. Tani është padyshim shumë e bukur,
Propozimi i Nolit. Jo, është vendim, është vendim. Vendimi i kryeministrit Noli. Ja, vendim numër 224, thot. Po. 14 i 8 2024. Më fal, 1924. 1924, do të thënë 14 gusht. Dhe zoti Vrioni është sekretari i Këshillit Ministrave të asaj kohe. Është një vendimarrje e cila ka edhe afeksionin brenda, për shkak edhe të kontributit të Wilson. Dhe ishe shumë më afër sikon, në 19-20 deri në 24. Padyshim. Jo, ty vetë pëlqeni ta marrë Wilson? Wilson do ishte një emër i madh, dhe padyshim presidenti i Shtetit Bashkuar që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për Shqipërinë në atë kohë. Por unë nuk jam që ndryshimet e emrave të qyteteve të bëhen me vendim Këshillit Ministrave. Do ishte diçka. Ke fjalën kështu të bëhet me një lloj referendumi lokal. Po, sepse në demokracitë funksionale vendimarrja duhet t'i përkas qytetarëve normalisht. Do të thonë, atë do ta iniconi referendumin? Në rast se qytetarët e Lezhës e Shëngjinit do e kërkonin, patjetër që do. Jo, e kërkonin, këtë mund t'ja kërkosh ti. Se ti e ke në celular, do të thosh aty ore, e bëjmë këtë? Apo do ta shikosh se si reagojnë qytetarët atje. Nuk është kaq e lehtë, por asnjëherë unë kuptoj që vendimarrjet nga kryeministrat nganjëherë janë edhe autokratike, duhet ose ndryshimi për shembull i emrit nga Kuçov në Dimal ka qenë kërkesë ndoshta nga qyteti Stalin në Kuçov. Po. Se ajo ishte urë vajgurore Dimal. Po. Jo, ishte edhe komunitetit aty. Po pra. Ka qenë duhet përfaqësimi edhe. Megjithatë mua më pëlqen shumë. Absolutisht është diçka, po. Një qytet. Jo, se është vendimi, nuk është se tani dikujt hamondsoj dikujt edhe po më ka bërë shumë përshtypje kjo. Jashtëzakonisht si gjetje shumë e vështirë. Çfarë u premtoni qytetarëve të Lezhës se ato pasuritë natyrore që ka i Bregdeti aty i mrekullueshëm, i Virgjë pothuajse po ta marrësh se aty s'ka sport, do të thënë, por në Shëngjin edhe gjitha ajo zonë aq e pasur. Çfarë premtoni? Të them të drejtën, po të vish me kamerat tuaja në qytetin e Shëngjinit, do shohësh një masakër urbane. Po kush e ka bërë? Është ndërtuar, kush e ka pushtetin? Pushteti ka 12 vjetë që drejtohet nga Edi Rama dhe të shohësh ndërtime gradacela në një lloj zbatimi urbanistik që është i pa lejushëm. Po mirë, dhe i ka pushteti lokal, si ka pushteti qendror. Po, pushteti lokal ka të 6 vjetë, 7 vjetë që është prapë në durët e partisë. Mirë, Partia Socialiste ka pushteti lokal. Por ama nga momenti i ardhjes së qeverisë Rama, ti shikoje, jepet sot ndaj leje pa firmën e kryeministrit, sot dhe me vendimin e Këshillit Ministrave, të gjitha ndërtimet të cilët janë mbi 5 kaçe jepen me lejen e kryeministrit, ë? Po, kjo dihet se është vendim. Po, ky është një vendim. Por sot gradaçelat 5 apo 8? 5 kaçe janë me sipërfaqe. Me një sipërfaqe nuk jam shumë i sigurt, diku te 4000-5000 metra katror ndërtim, por sot ndërtime të tëra në Bregdetin e Shëngjinit janë ndërtime pa leje ndërtimi dhe shteti nuk ka ndërhyrë. Është e tmeshme. Dhe si u thua zgjedhësve atyre kur u takon? Padyshim që shteti do funksionoj, në rast se Partia Demokratike do vi në pushtet, padyshim që do vendos disa rregulla të cilët duhet zbatohen për gjithë. Jo njerëzit të cilët janë pranë pushtetit të arrijnë dhe të përfitojnë në mënyrë të palishme dhe njerëzit tjetër të varfërohen dita ditës. Dhe prandaj edhe Partia Demokratike ka një nga programet më të mira të mundshme në 35 vjet. Është programi ekonomik më i mirë që shfaq nga një parti politike në 35 vjet. Dhe unë shpresoj që populli i qarkut të Lezhës, por edhe demokratët, ke edhe shumë socialistë të ndershëm, sepse pensionet janë të njëjta. Imagjinoni sot në 2025-ën ka pensione me 70.000 lekë, 80.000 lekë, 120.000 lekë. Ku do i gjetë lekët Partia Demokratike? Lekët Partia Demokratike i ka. I ka sepse buxheti i shtetit sot është në vitin 2013 ka qenë 4.1 miliard euro, sot është 8.2 miliard euro. Po ka gjëra tjera? Po ka gjëra tjera. Infrastruktura. Por në rast, po të marrim vetëm një shembull. Shifni tunelin e Llogaras.
vetëm me një ndryshim kontraktori, janë 50 milionë euro kanë shkuar në xhepat e qeveritarëve. Se dim se do të vërtoj gjykatësit. Po pranej është në hetim ajo. Ajo do ta vërtetoj gjykatësia? Unë gjithmonë po ngrej hipotezën, dhe jam i detyruar që është një perceptim publik. E dyta, 22 milion euro kilometri rrugës në Shqipëri në tokë fushore. Në i kohë që në Kroaci kushton nga 7 deri në 10 milion euro, që është terren malor dhe shkëmbor, dhe nuk është normale. Standardet e Bashkimit Evropian nuk lejojnë që të ndërtohesh rrugë me këto çmime as në Itali, as në Gjermani dhe në asnjë vend të Bashkimit Evropian, çmime të cilët janë për infrastrukturën sot, dhe ti ke tunele të cilët kanë kushtuar edhe 450 milionë euro, 3.8 kilometra, kurse në Kroaci një tunel 4.8 dhe 1 kilometër më shumë ka kushtuar 7 milionë euro. Tani Kroacia është vendi i Bashkimit Evropian. Unë kuptoj që janë rritë çmimet e lëndës së parë, makineritë, fuqia punëtore ka rroga të larta, por akoma nuk jemi në rrogat e Malit të Zi, jo ma të Kroacisë në nivelin e rrogave. Kështu që, padyshim, pjesa tjetër është ulja në ekstrem e korrupsionit qeveritar dhe shpërndimit të buxhetit në një mënyrë të tmerrshme nga ana e qeveritarëve të sotme, dhe këto para do shkojnë të gjitha në rritjen e pensioneve, në rritjen e pagave dhe në ndryshimet rrënjësore ekonomike. A është normale që sot në Shqipëri pensioni minimal është 70.000 lekë dhe jemi një shtet paktën demokraci kemi 34 vjet, dhe në Kosovë me një shtet 10 vjeçar pensioni minimal është 225 euro. Dhe Kosova nuk ka resurset natyrore, nuk ka burimet natyrore që ka sot Shqipëria, dhe kjo ka ardhur për shkak të menaxhimit. Dhe në vitin 2013 pensionet në Shqipëri dhe rrogat kanë qenë në nivelin më të lartë në rajon, se jemi në vendin e fundit. Dhe pensioni në Maqedoni, në Malzi, sot, megjithëse në vitin 2013 ka qenë më i lartë në rajon, sot është 400-450 euro. Pse Malzi sot ka pensione në një shtet kaq të vogël dhe pa mundësi kaq të mëdha sa që ka sot vendi jon, dhe kjo ka ardhur për shkak të keq qeverisjes. Cili është parashikimi juaj për 11 maj për rezultatin? Unë jam besim plot që Partia Demokratike do jetë fituese. Do jetë fituese për një arsye shumë thjeshtë, sepse kandidatët të paktën edhe në qarkun e Lezhës, emrat të cilët sot janë në listë, janë shumë më potencial dhe shumë më të mirë se sa emrat e Partisë Socialiste. E dyta, është programi i Partisë Demokratike, që është një program jashtëzakonisht i realizueshëm, dhe e treta është keqëqeverisja për 12 vjet dhe niveli i eksodit dhe niveli i varfërisë që sot 47% e popullsisë është në nivelin e ekzistencës, dhe të gjitha këto faktorë plus janë edhe një lloj përqasje edhe nga ana e socialistëve, të cilët duan me çdo kusht që kjo qeveri të marrë fund një herë mirë. 30 sekonda deri në 1 minutë, te kamera këtu një mesazh për zgjedhësit tuaj në Lezhë. Çfarë ju thoni atyre për votën që i kërkoni në 11 maj? Qytetarëve të Lezhës unë i kërkoj që të votojnë në Partinë Demokratike, të votojnë numrin 1, pasi është shumë e rëndësishme dhe do jetë momenti pika e kthesës, jo vetëm për Partinë Demokratike, por edhe për gjithë Shqipërinë. Është një moment e cila do t'i jap fund të keqes, e cila ka mbizotruar në këtë periudhë kohore dhe sidomos në këto 12 vjet e fundit. Zoti Gjoni, ju falenderoj për intervistën dhe për këtë mundësi që më dhatë. Kënaqësia është e imja, faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky ishte një intervistë me zotin Gjin Gjoni, kandidati i Partisë Demokratike në qarkun e Lezhës. Ky ishte emisioni im për sot nga unë Len Qafoku, mirupafshim.